Restoranti në mod kishte shumë makina të shtrenjta të parkuara pranë hyrjes, gjë që tregonte se festa ishte në kul. Disa nga të ftuarit në dasëm dolën jashtë për të marrë pak ajër të pastër dhe për të pushuar nga muzika e lartë. Në atë moment, një plak me flokë të thinjura, i korrysur, ju afrua ngadalë restorantit nga parkingu. Në fillim, rojët e sigurisë që qëndronin në hyrje ju duk i panjohur si një lypës, por kur ai filloi të ecte drejt tyre, ata u tensionuan dukshëm. A është këtu ceremonia e martesës së Kate Martin? Pyeti plaku me kujdes. Pas fjalëve të huajt, rojat u panë me njëri tjetrin të habitur dhe njëri prej tyre tha: "Po zotëri, jeni në vendin e duhur, por ka një listë të ftuarve, kështu që nuk mund të hyni nëse nuk jeni në të." "Më falni, por a mund të bëni një përjashtim? Më duhet vërtet të futem brenda," pyeti plaku me shpresë. Rojët qeshen më të madhe si përgjigje, pa sukses. "Ne e vlerësojmë shumë punën tonë për të lejuar të gjitha llojet e njerëzve të pastrejnë në restorant. Tani nëse emri juaj është në listë, atëherë jeni të mirëpritur të hyni brenda," u përgjigj një nga rojet. "Unë quhem Ronald Martin," u përgjigj plaku në heshtje dhe shikoi në pritjet burrat e veshur me kostume identike. Sigurisht ishte marrëzi të shpresonim që emri i tij të ishte në listën e të ftuarve. Zoti Martin, duke kuptuar se nuk mund të hynte në restorant duke kaluar sigurinë vigjilente, u largua më njanë dhe filloi të mendonte. Plaku t'i rondë lotët sepse nuk mundi të hynte për të parë vajzën e tij. Duke ditur se duke qëndruar në hyrje ai kurrë nuk do të ishte në gjendje të zbatonte planin e tij, Ronald Martin u kërkoi rojeve që t'i kërkonin vajzës së tij Kate të dilte jashtë. Fatkeqësisht gardianët e rinj ju përgjigjën kërkesës së tij me përbuzje indiferente, gjë që nuk e afroi më shumë të moshuarin me qëllimin. Në vend që ta ndihmonin baban e nuses, rojet e tallën hapur para disa dhjetra të ftuarve. Për më tepër, shikimi i kostumit të tij të modës së vjetër e bëri zotin Martin të ndjente varfërinë e tij me mbretësi të veçantë. Plaku pa sa mirë ishin veshur dhe asmorët e pasur. Fatmirësisht, pasi qëndruan jashtë për gjysmë ore, rojet u futën brenda sepse furnizuesit kishin nevojë për ndihmë urgjente. Duke kuptuar se ndoshta ishte shansi vetëm për të hyrë brenda, Ronald hapi me kujdes derën dhe hyri në restorant. Por para se plaku të kishte kohë të bënte dhe disa hapa, ai u ndal nga një grua me një fustan saten. "Çfarë po bëni këtu, zotëri? Do t'i tremni të gjithë të ftuarit me pamjen tuaj. Ku e keni marrë këtë kostum? A i keni marrë hua nga një dordolec?" pyeti gruaja me tallje. Zoti Martin u mbrapa dukshëm si përgjigje dhe u përpoq të tërhiqej, ndërsa filloi të ndihej shumë i shqetësuar. "Më falni zonjë, por unë jam babai nuses dhe kam shumë nevojë të futem brenda për ta parë atë," tha plaku me dëshpërim në zërin e tij. "Çfarë? Si guxon të flasësh për nusen time o gënjeshtari poshtër? Çfarë menduat, se do të marrësh bukfales këtu? Nuk mund të kishit gjetur një gënjeshtër më të mirë apo thjesht të kishit kërkuar ushqim? Do të kisha dhënë mbetje nga kuzhina." Gruaja u përgjigj duke ngritur zërin. Burri u ndjea që turpëruar sa mbuloi fytyrën me duar dhe filloi të qajë në heshtje, duke mbështetur me shpinë pas murit. Plaku u lëndua padurueshëm nga fakti që nuk mund të shinte vajzën e tij në ditën e dasmës, aq më tepër që nuk e kishte parë prej 20 vitesh. Ndërkohë grua si u bashkua dhe babai dhëndri dhe tashmë çifti vazhdoi ta tallte së bashku plakun. Fatmirësisht në atë moment, nga salla e festimeve dolën disa të rinj dhe me bisedën e tyre me zë të lartë, tërhoqë vëmendjen e vjerëve të pasur. Zoti Martin e pasi një mundësi për të hyrë në festë, jehona e së cilës u dëgjua edhe në hall. Kështu në më pak se 5 minuta, plaku hyri në sallën e festës dhe humbi shpejt në turm. Zoti Martin ecte përreth duke kërkuar nusen, por ajo ishte jashtëzakonisht e vështirë për t'u gjetur mes gjithë të rinjve që kërcenin. Papritur, plaku t'i erdhi një ide e dëshpëruar dhe për ta zbatuar duhet të dilte në skenë dhe të merrte mikrofonin. Vetëm disa nga të ftuarit e vuan re teksa i huaj me flok gri doli në skenë. Pastaj kontrolloi shpejt mikrofonin dhe filloi të këndonte.
Tingulli i magjepsës i zërit të tij bëri që të ftuarit të ngrinin në vend dhe më pas, si me magji, të gjithë e kthyen shikimin drejt skenës. Ronald Martin vazhdoi të këndonte, duke u përpjekur të shpërfillte lotët që rrithnin në përfaqe. Asnjë nga të pranishmit nuk i dinte fjalët e kësaj këngë të thjeshtë, dhe vetëm fytyra e nusës u ndes menjëherë me mirëkuptim. "Babi!" përtiti Kate dhe nxitoi në skenë, duke shtyr rrugën në përreshtat e kërcimtarëve. E vërteta ishte se plaku po këndonte këngën që Kate e donte shumë kur ishte vetëm një fëmijë 5 vjeç. Fjalët e saj mbetën të ngulitura përgjithmonë në kujtesën e gruas së re, e cila tani ishte e gjitha e rritur dhe po martohej. Duke parë të bijën, zoti Martin nuk I mbajti dot lotët që I dhanë të paktën pak lehtësim dhe shpresë. "E dija që një ditë do të më gjeje patjetër, babi", përshpëriti Kate, duke përqafuar plakun e brisht. Në përgjigje të fjalëve të së bijës, Ronald Martin u tërhoq për një moment dhe më pas gjati dorën në xhepin e xhaketës. Pastaj, duke buzëqeshur në mënyrë misterioze, plaku nxorri një kuti, të veshur me kadife, dhe ja dha vajzës së tij. E djegur nga padurimi, Kate e hapi me kujdes dhe për habin e saj të madhe, pa një gjerdan të vjetër të punuar me dorë, të përshtatur me një shpërndarje diamantesh dhe safirësh. "Kjo është trashëgimia jon familjare. Ajo I përkiste nënës tënde të ndjerë dhe u përcoll brez pas brezi", shpjegoi zoti Martin, pyetje së heshtur në sytë e Kate. Me këtë rast të rëndësishëm, plaku nuk harroi as ëndrin, duke I dorëzuar një orë dore po aq të vlefshme. Të bëhesh dëshmitar I kësaj skene prekse bëri që secili prej të ftuarve të derdhte lotë, madje edhe rojet që refuzuan ta linin plakun të hynte vetëm gjysmë ore më parë, u ndjen në siklet dhe nxituan të zhdukeshin nga sytë. Prindërit e dhëndrit ishin të mbushur me respekt për zotin Martin, I cili ndonse ishte I veshur keq, u bëri të posamartuarve dhurata kaq të vlefshme. "Më fal, bi, që nuk të gjeta për kaq shumë kohë. Ti ngjan shumë me nënën tënde", përshpëriti mes lotësh Ronald Martin. I moshuari e dinte se duhet të kishte bërë të gjitha përpjekjet për të parandaluar ndarjen 20 vjeçare. Pak nga të ftuarit e dasmës e dinin se historia e trisht e plakut filloi në një nga qytetet e vogla në Tennessee. Ronald Martin dhe gruaja e tij Rebecca ishin mbi 40 vjeç kur lindi Kate e vogël. Foshnja e vogël solli menjëherë shumë ndryshime të mira dhe të këqija në jetën e tyre. Fatkeqësisht çifti nuk mund të kishte fëmijë për një kohë të gjatë dhe kur kjo ndodhi, gëzimi I tyre nuk kishte kufi. Fatkeqësisht Rebecca, 45 vjeçare, kishte vetëm forcën e saj të mjaftueshme për të ngjisur dhe lindur fëmijën. Por, kur ka ardhur momenti shumë pritur I lindjes, gruaja fatkeqe pati gjakderdhje të brendshme, të cilën mjekët nuk mundën ta ndalonin. Në momenti që Ronaldi u informua për vdekjen e gruas së tij, ai nuk mund të mendonte asgjë tjetër. I veu fatkeq u gjend vetëm me vajzën e tij të vogël. Meqense Ronaldi e donte shumë gruan e tij të ndjerë, ai nuk mendonte se mund të rimartohej. Për herë të parë, në 5 vjet, burri besoi sinqerisht se ai mund të rriste vajzën e tij vetëm. Duke punuar në një punë me pak të ulët, Ronaldi u shkatërrua kur kuptoi se nuk po fitonte aq sa duhet për të rritur një fëmijë. Përballë dilemës së tmerrshme, Ronaldi asgjë e kuptoi se kur ra në një depresion të tmerrshëm, gjë që e shtyu të merrte një vendim drastik. Puna ishte se disa miqë kishin këshilluar prej kohësh që të regjistrohej si punëtor në një nga kompanitë e minierave të arit në Alaskë. Sipas tyre, Ronald mund të përmirësonte lehtësisht situatën e tij të mjerueshme financiare në një kohë relativisht të shkurtër. Problemi vetëm ishte se Ronaldi nuk kishte askënd që të kujdesej për vajzën e tij, ndërsa ai do të ishte larg. Pikërisht atëherë, zoti Martin vendosi ta linte Kate në një jetimore për pak kohë. Sigurisht burrit po I thye zemra në atë moment, por ai nuk shinte asnjë rrugdalje nga kjo situatë. Fatkeqësisht Ronald nuk kishte pothuajse asnjë të afërm dhe për këtë arsye ai nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta linte vajzën e tij në një jetimore. Ishte gjëja më e vështirë që ai kishte bërë ndonjëherë. "Do të kthehem për ty, të premtoj",
tha lam të mirën babai dhe u nis për në udhëtimin e tij për në tokat e Alaskës. Fatkeqësisht jeta në vendin e borës dhe ngricave nuk ishte aq e lehtë sa menduan njerëzit e zakonshëm. Plani ishte të qëndronte atje për një vit, por në vend të kësaj, Ronald duhej të qëndronte në këtë rajon të ftohtë për 3 vite të gjata. Por tragjedia kryesore priste pas kthimit. Vogëlushja Kate kishte disa probleme shëndetësore dhe kështu u transferua në një jetimore tjetër që ndodhej në një zonë me një klimë më të butë oqeanike. Sigurisht Ronald Martin u përpoq vazhdimisht ta gjente vajzën e tij. Ishte vendimi yt të braktisje vajzën, ose më keq, je një baba beqar me çrregullime mendore. Nuk ka se si mund t'ju tregojmë vendodhjen e vajzës, u përgjigj stafi dhe ngriti supet me indiferentizëm. Pas bisedave të tilla, Ronaldi zakonisht mërzitej dhe më shumë dhe dëshpërohej, dhe policia refuzoi pasi e konsideruan si të papërgjegjshëm për fëmijë. Burri as nuk e kuptoi se kur ditët që dukeshin saktësisht të njëjta u shndërruan në 20 vite. Në fund Ronald Martin pa dëshirë e pranoi faktin se ai kishte humbur vajzën e tij përgjithmonë. Me shumë mundësi, nëse nuk do të ishte njoftimi për martesën që ai gjeti rastësisht në internet, i moshuari do të jetonte ende në një ignorancë të plotë për fatin e vajzës së tij. Megjithatë, kur pa Kate Martin në foto, burri kuptoi se nuk mund të kishte gabuar. Pikërisht atëherë ai shkoi në restorantin ku ishte vajza e tij e vetme për të festuar ditën më të rëndësishme të jetës së saj. Pasi dëgjoi rrëfimin e hutuar të babait të saj, Kate e tërhoqi atë për një përqafim të gjatë. Sigurisht, thellë brenda, gruaja e kishte falur prej kohësh dhe nuk mbante mëri ndaj babait të saj fatkeq. Kate kuptoi se punonësit e jetimorës i penguan qëllimisht babait të saj për të parandaluar çdo ndërlikim të mundshëm në jetën e vajzës. Por tani, kur babai Kate e kishte gjetur më në fund, edhe në ditën e saj të dasmës, ajo ishte sigurt se nuk do ta linte atë dhe do të bënte gjithçka që familja e tyre të ishte e plotë dhe e lumtur.